shpallet Bekim Balaj. Për të dytin vit radhazi Bekim Balaj është topi art i futbollit shqiptar. Sulmuesi i Vllaznisë mori shumicën e votave nga trajnerët dhe kapitenët e skuadrave shqiptare. Një triplet personale që e pa plotësuar, mund të them, e pa plotësuar për pa titullin kampion. Një titull që në Shkodër e presim, një pritje që zgjat, një pritje që i mërzit gjithë, e ndoshta deri diku jam i lidhun me qytetin edhe me Shkodën, edhe e kujtoj pak dhe me vitin që shkoj, thanjët njerëzve, domethënë Shkodër që takosha, ti i gëzosh trofet po kupen kur po na vjen. 83 golat e shënuar të femrat, kur rëzuan me çmimin topi art me Giduqin. Ka emocionet e saj, ka sakrificën e saj brenda, shumë djers, shumë mund, shumë mungesë familjes, pasi gjatë gjithë kohës jemi në përgrumullime si me ekipin kombëtar, po ashtu edhe me vllaznin, edhe na mungon shumë familje dhe realisht marrin vetëm prekës të shtëpia. Kështu që për gjithë këto mungesa është një shpërblim shumë i madh. Egnatia dominoi formacionin ideal me Dajsin, Nanin, Xhemalin, Fangan dhe Aleksin, ndjekur nga Dinamo me Aliun, Pregun dhe Xhabërçën, ndërkaq me dy lojtarë përfaqësoi Vllaznia, konkretisht Malën dhe Balaj, teksa plotëson një mbëdhjeshëm Mehmeti i Partizanit dhe Musta nga Elbasani. Trajneri i vitit shkoi për teknikun e Rogozhinasve Edlir Tetofa, çmimi i dorëzuar nga trajneri kombëtar shqiptar Silvinho. Më kujtohet tani Roberto Mancini. E nisa me atë. Në një moment më tha se ka dy gjëra të vështira: të vendosësh një lojtar në stol dhe të mos e lësh një lojtar të luajë. Është e vështirë. Kjo është puna e trajnerit. Ne duhet të jemi shumë të mirë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka cilsoi vitin 2025 atë të konfirmimit për futbollin shqiptar. Është luajtur para nesh dhe do të luhet edhe pas nesh. Ajo që ka rëndësi është për atë çka i dedikohesh atij, ta bësh atë sa më të mirë dhe të jemi krenar për gjurmët që lëm pas. I tillë ka qenë për ne dhe viti 2025 që po mbyllim, pasi ky vit shënoi një nga kapitujt më të rëndësishëm të historisë së futbollit tonë. Rezultatet e ekipit kombëtar, progresi i klubeve, tribunat e mbushura në ndeshjet e kombëtarës dhe pozicionimi i Shqipërisë në hartën e futbollit evropian dëshmojnë qartë se futbolli shqiptar ka hyrë në një etapë të re zhvillimi. Në një garë të fortë me Myrt Uzunin, kapiteni Berat Gjimshiti u zgjodh për herë të dytë radhazi lojtari më i mirë kombëtar shqiptare, zgjedhje e bërë nga futbollistët e përfaqësuesës Kuqezi, teksa çmimi ju akordua nga kryeministri Edi Rama. Ky vit për mua është viti i Myrt Uzunit. Edhe këtë vit vota ime shkon për Berat Gjimshiti. Ishin zgjedhjet manipulume. E kisha emrin këtu përpara. Po si datës i votë Armando Dukës më burë, po çfarë pas keni qenë? E latë pa votë gjithë çfarë lojtari si është aty. Edhe të falenderoj edhe që na bëre ta harrojmë Lorit Canën, se menum që nuk do na ndahej nga menja, po nuk harrote. Domethënë në një farë mënyre e fute ke gjithë pensionistët që dalin këtu për të përshënet. Kështu që edhe ai ishi lumtur për këtë fakt. Kështu që të uroj akoma më shumë forcë edhe akoma më shumë vullnet për t'i drejtu të gjithë çunat aty nga Pravavia. Këtu jemi në mbretërinë e Armando Dukës dhe do flasim mreti vet. Po unë dua të në radhë parë komplimentoj mbretin për organizimin. Është çdo vit më i mirë, çdo vit më spektakolar, dhe mbi të gjitha dua ta komplimentoj që ka rrit shumë edhe nivelin e të ftuarve. Së re, Mario Mitaj. Qetësia treguar në fushë ka ndikuar që Mario Mitaj të fitojë zemrat e tifozëve të kombëtares. Ky çmim tregon shumë dashnim dhe besimin që kanë tifozët tek unë dhe jam shumë krenar për këtë gjë. Ceremonia transmetuar ekskluzivisht në ekranin e televizionit kombëtar Klan u përshëndet edhe nga presidenti i FIFA-s Gianni Infantino. It is
Pati shumë gjëra për t'u duar trokitur gjatë vitit 2025. Pas paraqitjes impresionuese në Euro 2024, ekipi juaj kombëtar me merit siguroi një vend në play-off, vetëm 2 fitore larg skenës më të madhe të futbollit, urime presidentit Armand Duka, që punon me përkushtim për të promovuar dhe lartësuar futbollin shqiptar dhe sigurisht urime e fituesve për arritjet tuaja për kontributin në një vit të paharrueshëm për lojën tonë të dashur. Teknikën, rendimentin dhe Talenti dhe talentja e vitit u shpallën të rit Fabian Përndreca dhe Jessica Ndoj, teksa gjyqtari më i mirë në futbollin shqiptar u përzgjodh Kreshnik Capi.